Protesta qytetare në Tiranë ka shënuar sot ditën e 40 të saj, duke u shndruar në një nga lëvizjet më të gjata të këtij lloji në vitet e fundit. Për 4 javë radhazi, qytetarët janë mbledhur çdo mbrëmje përpara kryeministrisë, duke përsëritur kërkesat për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime në mënyrën e qeverisjes. Edhe gjatë mbrëmjes së kaluar, pas grumbullimit në bulevard, protestuesit kanë vijuar marshimin në rrugët e kryeqytetit, duke ndaluar fillimisht përballë Kuvendit dhe më pas përpara selisë së Partisë Demokratike, ku kanë drejtuar kritika edhe ndaj opozitës me thirrje kundër saj. Në këto 40 ditë protesta është shoqëruar me një sër kauzash dhe akuzash nga qytetarët, të cilët kanë ngritur shqetësime për korrupsionin, përdorimin e fondeve publike, largimin e të rinjve nga vendi, si dhe problematikat në shëndetësi e arsim. Një nga çështjet më të debatuara ditët e fundit ka qenë vendimi i qeverisë për të akorduar rreth 4 milion euro për organizimin e koncertit të Kanye West, fond që sipas protestuesve duhet të përdorej për prioritete të tjera publike. Organizatorët kanë deklaruar se protesta mbetet një lëvizje qytetare dhe jo partijake, duke theksuar se mobilizimi do të vijojë pavarësisht kalimit të kohës, temperaturave të larta dhe lodhjes. Edhe sot në ditën e 40 të protestës, qytetarët pritet të rikthehen sërish përpara kryeministrisë me kërkesën që ka shoqëruar këtë lëvizje, që nga nisja e saj dorëheqjen e kryeministrit dhe ndryshimin e kursit politik të vendit.